që i lëvizin aktorët në Kosovë sipas interesave të tyre. Nuk është vetëm po e thash SBA, Britania, Gjermania, pra këta janë forcat që lëvizin aty. Po ti edhe fishtës janë dhe forca magnetike të armiqve shqiptarëve në Kosovë. Kryesisht forcat europiane shpeshherë bashkëpunojnë me armiqtë shqiptarë. Atë kishte ndarë Lita për sot atë fragment se e ka strategji ti që të gjithë fragmente për të ilustruar argumentet. Ambasador? Tentoj kjo që sa po tha zoti Lita është vërtet jashtëzakonisht interesante. Domethënë një ndjesi e tillë edhe ishte krijuar, po tash kur e dëgjoj të shqiptuar qartazi, është vërtet për të shqetësuar, sepse kontradiktat midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe globalistëve janë esenca e punës presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, misioni i tij kryesor, dhe gjëja e fundit që mund të ndërronte, të shëronte apo kishte në rendin e ditës një udhëheqës shqiptar, do ishte të gjendesh në syrin e ciklonit të këtyre lloj kontradiktave. Kështu që duhet jashtëzakonisht shumë kujdes se nga është e ardhmja e Shqipërisë dhe në këtë rast e Shqipërisë dhe e shqiptarëve, në këtë rast merr vlerë edhe debati për Bashkimin Evropian se sa në përputhje me interesat afatgjatë të popullit shqiptar është programi i integrimit apo marrëdhëniet apo ndjekja modelit britanik të zhvillimit, le të themi, është vërtet për të shqetësuar, sepse mbart me vete rreziqe të mëdha për shqiptarët dhe për Shqipërinë. Dhe sidomos i kthehemi, duket kushta afrimi apo të gjithë kolegët për bashkëpunimin midis Shqipërisë dhe Kosovës. Ishte argument i ngritur nga të dy zotrinjtë. Po zoti Krasniqi e solvi rastin i parë. Në këtë këndvështrim, në këtë prizëm, bashkëpunimi kudo që ka shqiptar do ishte i një rëndësie dorës parë dhe më vjen të kujtoj që në 2003-shin, kur është mbledhur samiti i Selanikut dhe është hapur perspektiva për integrimin e shqiptarëve në Bashkimin Evropian, ishte një antidot për tendencat nacionaliste që kishte në atë kohë, siç konsideroheshin nga europianët, se vinin menjëherë mbas luftës në Kosovë në 99-ën, dhe kjo lloj ndjesie në rast se punët do të shkojnë në këtë drejtim ku do të jetë nacionalizmi faktori kryesor që do të vendosi dhe jo më liberalizmi dhe globalizmi, do kemi telashe të mëdha përpara. Do ketë pasojë thonë ju. Zone Zarko? Këtu afrimi me të drejtë e preku dhe unë i mbajmë gjithmonë asaj pikpamjes që e kishte edhe Recep Qosja i ndjerë, e thoshte Tirana apo Shqipëria është Piemonti i shqiptarëve. Domethënë, edhe për shkak të shkallës integrimit ndërkombëtar që ka Shqipëria, të historisë së gjatë shtetërore, rrjetit të miqve apo dhe arritjeve të këtyre disa viteve të fundit, Kosova apo shqiptarët në rajon duhet të mbështeten tek Shqipëria. Domethënë, roli primar i Shqipërisë është automatikisht i nënkuptuar. Kosova për hir të vërtet nuk e ka pranuar këtë rol, e sfidon këtë rol kudo në rajon, e sfidon në Maqedoni, e sfidon në Maltëzi, e sfidon natyrisht edhe brenda territorit vet, dhe kjo i shërben asaj që duan armiqtë e shqiptarëve, përçarjet e shqiptarëve. Macroni, kur diskutoi për atë deçiftëzimin e Shqipërisë me Maqedoninë në 2017-ën, thoshte jo, nuk do ta fusi Maqedoninë para Shqipërisë, sepse kombi shqiptar jeton 4 shtete dhe nuk dua t'i hidhrojë ata. Pra, ai kishte përfiturim në kombi shqiptar si njëjtar. Ndërkohë që ne kemi këto përfitime të ndara. Dhe kur vjen puna për një moment që pastaj edhe na lidh ne, shkoj ç'a ndodh sot. Është bëhet fjalë për qëndrimin e Shqipërisë dhe të Kosovës përkundrejt Greqisë. Për një çështje siç është ajo lidhjeve të gazit të lëngshëm. Sot u firmos një marrëveshje, bashkëpunimi Shqipëri-Greqi, Shtetet Bashkuara të Amerikës për 6 miliardë euro që jep Shqipërisë një rol të rëndësishëm ndërlidhës për lidhjet për rolin për shpërndarjen e gazit në Ballkan. Natyrisht Greqia ka atë rolin pritës, po themi, për gazin e lëngshëm që vjen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe pama Shqipëria ka rolin hyrës ose ndërlidhës me pjesën tjetër të Evropës. Ky projekt
apo ky përfytyrim i Greqisë si shtet apo e shpërndarës, ka pasur në 2021 dhe i është ofruar zotit Kurti, i cili e ka refuzuar ndërtimin e një tubi gazsjellsi nga Shkupi në Prishtinë, me siguri, unë jam me bindje thuajse kategorike, duke dhënë dhe njohjen Kosovës nga Greqia. Dhe Kosova e refuzoi këtë ndërtimin e këtij tubi, megjithse për ta ndërtuar